Si shpjegohet që shqiptarët janë kaq të fiksuar për të mos thënë gati të marrosën mbas fjalës luksoze dhe luks. Para pak ditësh po e pyesja një miku tim i cili merret me rrjetet sociale se si shpjegohet që kjo fjalë përdoret kaq shumë, shtëpia luksoze filanit, veshja luksoze filanit, apartamenti luksoze filanit, makina luksoze filanit, luks këtu, luks atje, edhe për gjëra që duken fare modeste. Edhe pse luksi varet dikujt që është në një gjendje më të vogël, diçka që ai nuk e ka të parritshme, mund të duket luksoze. Miku im tha po, sepse fjala luks dhe luksoze janë dy fjalët me tërheqjen më të madhe në rrjetet sociale shqipfolse. Dhe bëm një test. Ai postoi të njëjtën histori 3 ditëresh në të njëjtën orë me 3 tituj të ndryshëm, me njëjta histori, ku përdori në fillim një titull normal, më pas titullin luksoze dhe në tretën titullin super luksoze. Dhe e di çfarë ndodhi, në titullin e tretë ai arriti të kishte 17 herë më shumë shikime, pra u bë më shumë viral vetëm prej titullit super luksoze. Po ç'është kjo mani e shqiptarëve për luksin? Vendi më i varfër i Europës, një vend që s'ka asnjë lloj tradite të shkuar të luksit, dhe mbi të gjitha pse ky pasion për fjalën luksoze për sendet e luksit. Gjë që duket dhe në gjetjen ose blerjen e shumë gjërave, po quajmë markave falso, të cilat i veshim vetëm për treguar një lloj status dhe një lloj luksi. Mbetet e pakuptueshme për mua dhe doja dija dhe opinionin tuaj. Pse shqiptarët, pra shqipfolësit tani, megjithëse Shqipëria ka më shumë këtë, sepse Kosova dhe Maqedonia është shumë më modeste, është kaq e fiksuar mbas fjalës luks dhe luksoze. Cila është përgjigjja juaj?